Qëllimi i Kurban Bajramit është afërsia e njerëzve mes njëri tjetrit që të dinë gjendjen reale në këto festa se ku ndodhen dhe ku janë. Këto festa na mbledhin që të bëjmë lutje, të bëjmë dua dhe të afrohemi me njëri tjetrin. Pra, siç e kemi thënë, edhe në qese zbashku me mishin do shpërndahet Kurani, do shpërndahet literatura islame dhe do i shpërndajmë kudo që njerëzit të pra të ushqejnë edhe trurin, edhe të edukohen me arsim, edukim, shkencë, art dhe gjitha këto. Dhe prandaj tha dhe Zoti i Madhëshëm Kur'anit i famlar Bismillahirrahmanirrahim, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, thuaj namazin, kurbanin, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun xhaleshanuhu. Prandaj çdo gjë që e bën besimtari, edhe namazin, edhe kurbanin, edhe çdo gjë e bën për hir të Zotit me fitu kënaqësinë e Zotit. Prandaj, të gjithë nëse doni me fitu kënaqësinë e Zotit, shpërndajeni këtë video, sensibilizoni masën që sa më shumë të shpërndahemi edhe në shumë fshatra të tjera që kemi minus, sepse edhe besimet tjera, edhe tjera shoqata dhe organizata që janë besimeve tjera janë të punu shumë me të madhe me rinin, kurse ne si shumicë muslimane jemi shumë pak të punu në këto rajone të vise veriore shqiptare të thella, në këto fshatra që janë lënë në harres, dhe ne duhet të punojmë sa më shumë që t'u rikthejmë imazhin e tyre siç kanë qenë përpara, xhamit të stërmbushura në këto fshatra dhe besimtarët ja kanë ndier atmosferën pra e davës dhe edukimit shpirtëror. Kur humbet shpirtëroria, njeriu bëhet më keq se kafsha dhe më keq se kafsha. Prandaj, siç tha Zoti në Kur'an, të duhemi me njëri tjetrin, të afrojmë njëri tjetrin dhe të afrojmë zemrat, shpirtat mes njëri tjetrit, të duhemi mes njëri tjetrit, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Zoti na udhënon me kënd të devotshëm, të afërt me njëri tjetrin, të mos mbjellim armiqësi, por të duam njëri tjetrin. Prandaj, kontriboni për jetimin, për të varfrin, skamnorin, dhe mos t'ju dhimbet bërja kurbanit, se sa i kurban do të ndohet për njerëz nevojtar dhe sigurisht ajo që ka jepni, ajo është e marrën edhe është fitim tek Allahu te bareke wa taala. Prandaj ju lut që ta shpërndani videon. Selamu alaikum wa rahmatullah. Allahu shpërblet.